thënë dietarët, edhe në momenti kur je duke dhënë amanetin, shtratin e vdekjes, duke dërç, edhe aty të paraqitet shejtani. Nuk le rahat. Ai nuk dorëzohet deri në momentin e fundit. Normalisht ulemat të devotshmit, sinqertit i runë Allahu. Edhe në fund kur mundohen ata me ju afru, i djeg Allahu. Edhe vazhdon besimtari me shku te Zoti ashtu siç ka jetu. Pse se Allahu atyre u ka garantu. U ka garantu se jeta e tyre ka me përfundu me përfundim të mirë. Andaj thot Allahu dhul jalal, innal ladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, tatanazzalu alayhimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum bihi tu'adun. Ata që thojnë, Zoti jon është Allahu, dhe pastaj i rinë besnik kësaj fjale, përqendrojnë këtë fjalë. Burrisht i rinë mas kësaj fjale. Për me marrë vesh se është burrisht mindet mas kësaj fjale, jeta mas mitin e shëron. Edhe secili prej neve merr vesh vet kur e trafton këtë fjalë. Andaj ata që thonë Zoti jon është Allahu dhe qëndruan këtë fjalë, atyre u zbresin me laçë, thënë ulemat të tefsirit momentin e vdekjes. Atëherë kur vjen shejtani me ta ofru këtë kurthën e fundit, e ti ke qenë për atyre që kanë thonë Rabbun Allah, Allahu është Zoti jon. Dhe keni të besnik kësaj fjale. Në atë moment kur të vjen shejtani të vinë me laçet, anën tjetër. Dhe të thënë tyje, neve, inshallah Allahu xhela në atë formë na më shpirin. E të vinë me laçet en la takhafu wala tahzanu. Mos gabo mu friku për atë që të pret. Wala tahzanu, as mos u mërzit për atë që ka shku. Wabshiru bil janna, mish dhe xhennetin që Allahu ka premtuar. Në atë moment, ama për ka, për atë që ka thonë Rabbun Allah, Allahu është Zoti jon. Edhe i ka ndej si burra kësaj fjale. Atë Allahu e ndihmon edhe e forcon, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya. I forcon Allahu me fjalën la ilaha illa Allah këtë dynjë, thonë ulemat e tefsirit, kur ta jep shpirtin. Wa fil akhirah, dhe në akhirat ku të ringjallet. Andaj veç me konë na musliman si duhet, punë pastaj shkejlet.